Bicikleta në vërtet fillon në 1980 në Shkodër. Vjen në Shkodër nga një konsull suedes. Edhe për herë të parë edhe njerëzit mahniten me dyrrotakshin, sepse Shkodra fillimisht e quhen dyrrotak, prandaj më vonë fjala bicikletë. Dhe në vërtet aty është nisma e parë. Pra një konsull, sepse se dihet që Shkodra kishte shumë konsullata, kishte konsullata të tjera, kishte trupa diplomatik, pavarësisht se kryeqyteti ishte Durrësi. Dhe në vërtet aty fillon, mandej janë vetë shkodranët ata që dashurohen me dyrrotakshin, edhe fillojnë këta vetë blejnë edhe pavarësisht se në atë kohë rrugët nuk ishin shtruar, ose kishte pak rrugë me kallëdrem. Në 1924 është klubi i parë ciklistik në Shkodër që bën edhe crossin e parë, pra rrugën e parë Shkodër-Koprik Shkodër. Unë jam i dashuruar dhe vazhdoj të jemi i dashuruar me çdo gjë që është trashëgimi e Shkodrës, kryesisht në etnografi, por tu i pas parasysh që Shkodra kishte edhe një trashëgimi tjetër kulturore sportive bicikletën, mendova që edhe aty pse jo mos të kemi një koleksion, e pse jo Shkodra mos ta ketë një koleksion tjetër që qoftë para fëmijëve tonë, para nipave, mesave, qoftë edhe para të huajve, të kena mundësi të tregojmë një vlerë plus që na e kena përdorur dhe vazhdojmë ta përdorim. Në periudhën e zogut të Italisë, numri i tyre shtohet shumë. Kjo është bicikleta më e vjetër e koleksionit që kena, është 1916. Në vërtet është dashur disa muaj punë për ta prunë formën që ka. Do të them që ka një bashkëpunim italiano-anglez, sepse numri i vidave, i qelçave këtyre është krejt ndryshe dhe mekanik që duhet t'i falenderoj Shkodran që me të vërtet specializuar për t'i rujt dhe për t'i dashur bicikletët, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme të madhe, sepse pothuajse edhe telat kanë marrë tela nga motorat e sotëm, edhe i kanë pikë kokën kokë për të ndërtuar, për të arritur për të bërë distancën e duhur të telave, sepse pothuajse shumica e telave ishin kaput, sepse koha bën punën e vet. Edhe sot është në gjendje shumë të mirë, në vërtet këtë bicikletë përdorim zakonisht për panajere, përdorim ditën e luleve, përdorim për Krishtlindje, përdorim për ditë që janë të veçanta. Kjo është një bicikletë prodhimi 1933-shit, dihet që në këtë periudhë kohët marrëdhëniet e Shqipërisë me Italinë ishin shumë të fuqishme, pra kjo është një tregues mjaft i mirë këtyre marrëdhënieve komerciale, që është përdorur nga tregtarët ambulant, janë përdorur krejt thjesht, janë vuarkat me fruta, perime, zarzafate dhe është lviz pra një gjysmë dyqanit ose një çerek dyqanit që ka lviz nga një rrugës tjetër, dhe në vërtetë është krejt komode për të lviz me ta, qoftë edhe nga tonazhi që mund të ketë shumë mirë 100, 150, 200 kg, edhe shpejtësi nuk e ka të madhe, por mund të lvizësh shumë rahat edhe ke një ekuilibër shumë qëndrueshëm. Kjo është një bicikletë Bianchi që ka hyrë para luftës së dytë botërore. Dihet që numri më i madh i bicikletave në këtë kohë ishin italiane, kryesisht Bianchi. Edhe është bicikleta më e fortë ose më e qëndrueshme. Dihet që Bianchi përdoret shumë në garë ciklistike botërore. Edhe në Shkodër ka zonë një vend të jashtëzakonshëm të rëndësishëm, pothuajse të gjitha pjesët e saj janë origjinale. Dhe është edhe diçka për të shënuar, sepse Bianchi me tingullin e saj shumë interesant në kohën e diktaturës edhe më përpara, me që celularet mungohen edhe shumë djemë nuk kishin mundësi për t'i çuar zile një vajzë, nëpërmes këtij ting-tangut, se cila ka timbrin e vet karakteristik, ndryshe njëra nga tjetra, dhe njerëzit çoshin gjithmonë një mesazh nëpërmes veshit me tingullin e ting-tangit, që është një zile shumë e njohur. Krahas Bianchut ishte një bicikletë tandem, një bicikletë dyshe, si puna e kësaj bicikletës që është mbrapa, që vjen nga Legnano, është një zonë në Itali që janë shumë e njohur për bicikletat. Është e vitit 1927 dhe që është interesante, që duket shumë qartë, bicikletat që u prodhuan në këtë kohë, të gjitha janë me kuzhineta.
Pjesa tjetër është e modifikume, kurse kjo është pjesa origjinale që ka met po me kuzhinetat e asaj kohet. Në vërtet ka pak gjogo, po kështu janë produkt, sepse aq kishte avancu teknologjia. Ishin më nej mos shlenimit biçikletat ruse që hynë, paralelisht janë biçikletat çeke dhe hungareze që hynë shumë pak biçikleta jugoslave, shumë pak rumune, edhe pothuajse nga vendet e tjera pothuajse hiq. Në atë kohë fillon me Preta dhe Martane, se deri në 59-ën hynë edhe biçikleta Bianchi po nga Italia vazhdojnë për të hyrë në Shkodër, cilat janë sot edhe pjesë e koleksionit. Biçikleta ruse që në vendin e parë, biçikleta ruse në vërtet që ndahet në 3-4 kategori, po një kategori pothuajse ka humbë, nuk gjen në Shqipëri, se në kontakt që kam pasur me Rus, thonë që është një biçikletë që është quajtë pionier student, mandej biçikleta për gra dhe për burra. Po në vërtetë na kena njohur vetëm këtë biçikletën pionieri, që ata në vërtetë nuk e quajnë pionieri, e quajnë biçikleta studentit. Kjo është një biçikletë ruse, dihet që maslu 2 botënore, marrëdhënie tona me Rusin. Kjo është një prej modeleve më të vjetra që ka në Shqipëri. Më ishin edhe disa modele tjera për studenta, një model tjetër që ishte shumë i përdorur edhe për gra. Shive gjendja e biçikletës është shumë e mirë, është mjaft e ruajtur mirë, pse dashnia e madhe që shkodranët kishin për biçikletën bën që ta ruajnë atë dhe ta quajnë pjesë të trupit, jo thjesht një mjet që do përdorosh ditë për ditë. Mëne janë ndryshimet e marrëdhënieve me Rusin dhe është biçikleta kineze që vjen në Shqipëri, një biçikletë shumë e fuqishme, shumë e mirë. Dhe kohët e fundit mëne është biçikleta vietnameze, një kuperim fakt vietnamo-francez, se pothuajse ka krejt modelin francez, një biçikletë jo temperuar mirë që nuk ishte shumë rezistent dhe nuk la shumë kujtime të mira me të drejtën. Po që u shi shpejt se kishte shumë mungesë për biçikletë, pse numri i popullsisë shtohesh nga dita në ditë. Iniciativë për ngritjen e kësaj linje ishin punëtorët novator të repartit të veglave në uzinën Tirana dhe sot në këtë uzinë ka hyrë në prodhim linja e prodhimit biçikletave për fëmijë. Punëtorët Kujtim Topulli, Kujtim Gjona, Fatmir Ruro, Alaudin Imami, duke punuar dhe me orë të zgjatura, e ngritën këtë linjë të re me goditjet përqendruar brenda më pak se një muaji. Reparti i veglave prodhoi 37 stampa, 9 konkile plasmasi, pajisje shtrënguese, si dhe një kalandër me 4 çifte rulash. Së shpejti në tregun ton, do të dalin biçikleta shqiptare të markës Fatosi. Kjo është një biçikletë tjetër, quhet biçikleta Tirana, e cila në vërtet prodhoi 2 lloj biçikletash, biçikletën Tirana dhe biçikletën Renia, e cila është pak më e vogël. Dhe si rrjedhoi bllokadës kapitaliste, në atë kohë se prishjet e marrëdhënieve që ndodhen me Bashkimin Sovjetik mandej me Kinën, Shqipëri si linje e domosdoshme prodhimi i kësaj biçiklete, se kërkesat ishin gjithmonë rritje. Në vërtet ka një biçikletë shumë e qëndrueshme. Është një biçikletë që ngjan me disa lloj biçikletash, po në vërtet ka të karakterin e vetë të pastër. Ngjan bajegi shumë disa elementa me mifen,
Bicikleta është shumë rezistente, patën shumë sukses. Nëse unë koleksionin tem kam disa bicikletash, është një bicikletë tjetër që në këtë rast i bëj thirrje edhe në Shkodran nëse i ka met një bicikletë diamant, e cila është shumë e sorshme sot për t'u gjetë. Është një pjesë që më mungon, pra kjo është një bicikletë që ka hyrë në Shkodër, një bicikletë gjermane, por në vërtet nuk e kam në koleksionin tem, kurse pjesë të bicikletat e tjera i kam pothuajse, i kam të gjitha të tjera. Kryu për klasën e 7, më futë një herë gomisht, mandaj prej aty më qunë bicikletë. Mandaj, deri tash, pa bojnë 57 vjetë punë. Biciklisa ka kënë një 50-60 vjetë, kompleks, që nërmari. Punë është si të vitë shtetërin. Po ja bane punën e mirë, vjen e tjetër. Po ja bane punën e keq, s'vjen hiç. Cila është? Po, shohëm atë, po i bëjmë një studim. Baba ka ardhur 1990. Prej Shkodrës ka shkuar në Tiranë. Domethënë 1911 kanë shkuar te një farë të ata familja e madhe e toptanëve. Aty kanë ajtë. Deri 25, ai doli shofer atje. 33 ishin ka në Shkodër. U feju, u martu, ma në limë në shidhoj. Kulmet e bicikleta në Shkodër ishin dy. Një, mungesa madhe pjesëve që i detyron njerëzit për shkatru gomat e makinave dhe për t'i kthyer ato në kapërtona bicikletash. Pra, njerëzit e kishin si pjesë të fryms, nuk mund të rishin pa bicikletë, ishte e pamujtur, edhe jeta ekonomike, sociale të tëlvizësh pa bicikletë, dhe edhe një formë tjetër për të qenë i pamvarur, për të qenë i lirë, për të fluturuar, për të pas kontakt me natyrën. Tanë këto bën që shkodranët vazhdojnë të jenë dashur me bicikletën, sepse gjithkush don me qenë i lirë, gjithkush don për ta kullohet, si thonë, ambientin, natyrën, ujin, lumin, liçenin. Pra bicikleta është një alternativë jashtëzakonshme e mirë, që ta lën këtë mundësi, automatikisht fizikisht në jesh më mirë dhe shijon çdo gjë krejt ndryshe. Nga fëminia kujtoj gjithmonë një bicikletë, një fat vogël që ma jepte një njerëz që tash ai nuk jeton më, por që ishte shumë simpatik, me emrin Kopligu, që kur ma jepte bicikletën ai më dukte sikur isha shumë i pasur, isha shumë i lirë. Bicikleta më ne automatikisht vjen e bën pjesë e jetës. Çdo gjë që ti e prek fëmini, ajo është një pjesë më ne që të shoqëron tani jetën. Ka përton një lëndë një unaz, si në çdo rrotullon bicikletat, ajo kishte një kol për të vogël. Dhe në pjesën sensuale do të them një tjetër interesante që nëse një shkodran kërkonte për të fejuar me një vajzë, pyetja e parë ishte nëse ishte vajzë e mirë dhe pyetja e dytë ishte nëse ajo kishte bicikletë. Pra do të thotë që ti po merresh një vajzë jo vetëm të mirë, po edhe të pasur. Pra vjen një moment që bicikleta është pjesë e një trashëgimie, pra një pjesë e një pasunie, sepse shumë pjesë tjera shtëpia do ka të humbin vlerën e vet. Pra bicikleta ishte një gjë që kishte vlerën e vet. Gjatë organizimit për dashmen tonë, na lindi ideja me nusën, me që kishim edhe mundësinë, edhe të i kanë edhe një nërmjetet e preferuar
qytetit, por njëkohësisht edhe tonat, vendosme që masi të kryshim ceremoninë e meshës, e kurorëzimit, përcjellim prej te kisha deri në shtëpi nusës t'ja bashim me biçikletë. U prit shumë mirë prej familjarëve, aq mirë sa në momentin kur dol me jashtë që kreu ceremonia, në përgjithësi njerëzit edhe fillojnë të shpërdahen, dikush ka në shtëpi me bagadi për ardhjen e nusës e kështu. Na po përshëndetshim me s'po largoheshim kur po më afrohet një prej familjarëve thotë, nuk ikun se kanë qef me pa të marrë nusën në biçikletë, kështu që fillo edhe nis biçikletën. Ishte shumë e bukur, emocion. Për atë periudhë, domethënë ishte rasti i parë që u bën kjo punë. Mësona vjet ka pas disa raste shumë bukura, e kanë pëlqy shkodrantë dhe e kanë përdorur shumë bukur. Më bëhet qefi që t'jenë edhe pjesë e traditës së qytetit kjo si gjesti shumë i bukur me marrë nusën me biçikletë, me që edhe në Shkodër. E kena një mjet shumë komunikues, bile. Mund të them që unë për vetin, familjen time, çdo pjesëtar ka biçikletë, ka çdo secilit vete. Kështu që jena herë edhe pak egoista, e dojna gjithkush një biçikletë personale edhe mos me pas problem me met pate, asnjë moment. Fakti që tash biçikletën fillon ta përdorin edhe në nërdasma, është një tjetër gjest respektit qoftë për të kaluarën, qoftë për të ardhmen. Unë e kam mësuar vetë biçikletën faktikisht sepse baba gjithmonë i zanën, edhe ka qenë një person që në Shkodër ka lëviz jashtëzakonisht shumë me biçikletë, edhe nifet që ka pas histori shumë me biçikletë. Të i kanë një zanun edhe mungesa e prindve në lidhje me këtë më detyrej që unë biçikletën ta mësosha vetë. Shok nërkohë e kishim mësu, unë i fije më vonë, po shumë pak punë vitesh, po 1 vjet, 2 vjet më vonë se shokët e mi, edhe gjithmonë mësonena tentoshim biçikletat e shtëpisë kur vishin me i marrë, me dalë xhiro. Parën personale ma kanë pa prullur atë vllai prej Italijet, ishte një motë pak i vogël i thjeshtë. Shumë i bukur ishte, bardhe kuqe më imam. Me të vërtet, kam kujtime të bukura me atë biçikletë se kena lëviz me shoqëni shumë, sidomos në Shirok kena shku shpesh, Shirok, Zogaj. Çdo njeri në Shkodër ka një, Shkodra radhitet në vendin e dytë për nga numri i popullsisë në Europë për numrin e madh të biçikletave. Shpresojmë që kryetarja e bashkisë, bashkia vetë, shumë organizata tjera që japin kontributin e vetë në sensin e përdorimit të biçikletave, të angazhohen më tepër, sepse është po aq interesante që njerëzit vazhdojnë të rrinë dashurum, po njëkohësisht të kenë edhe një mesazh plus për ta ruajtur ambientin, për ta dashur, sepse është një mundësi tjetër për mos përdor makinat, është një mundësi tjetër për të qenë shumë më sportiv, është një mundësi tjetër për të dhënë një mesazh te moshat e reja, obeziteti, shnedi, tjera, sepse po të marrim për shembull faktin që Shiroka edhe rruga Zogaj është një zonë shumë e pasur në Shërbel, pra njerëzit thjesht vetëm për të bërë një xhiro deri në Zogaj, shpeshherë nuk kanë nevojë për të gërësit te doktori, sepse Shkodra ta afron këtë mundësi të jashtëzakonshme, se vjet fjala Shkodër do të thotë skut arit. Pra në këtë skut arit edhe biçikletat zanë vendin e vet të rëndësishëm. Diset janë 36 vrimash edhe 40. Edhe 32 i vërma. Nuk janë drejt, po janë majtës e djathës, birët, vrimat, për mund të centru disku. Ashtë majtës, është nga në djathës, është nga në 4, 6, 8, për mi qu, mas në nësh. Ma dhe më varet të shasën 6, 5, 4,8, 6,2, më varet e diametri i bucilës. S'kam boshen me punu që kena punu dikur. Për para kena po 80, 60, 100 biçikleta, po kena edhe grup, kena vetëm. Po tash banu 15 qopë, 10 qopë. Një djalë kam në Gjermani,
për inxhinieri elektronike. Kam të pulis. Skies would be blue forevermore. Clouds left behind us never would find us. Dreams would come true. Edhe në në gjim vaj me, por nuk kam në shkojnë veri me ti. Në vaj, me ahel. Se janë plastike atë. Rregullimi i infrastrukturës ndikon jashtëzakonisht shumë në shtimin e biçikletës, sepse nëse do kena rrugë të mira, mundësi për të largu pak nga Shkodra deri në Ulqen, deri në Shirok, deri në Zogë, deri te Ura Mesi, deri në Prekal, që është një numër i madh, jashtëzakonshëm i madh prish që dalin me biçikleta, në program në Laçfodest, Liçen, Simjet, Vjet dhe vite tjera ka pas po në disa grupe tjera që kanë bërë kurse me biçikleta drejt maleve, deri në Therr, deri në Valborn. Janë disa organizata që punojnë njëra me tjetrën që organizojnë edhe disa ture biçikletash rreth Shkodrës. Edhe na si biznes kena 5 ditë me biçikleta rreth Shkodrës që organizojmë me të huaj, dhe 8 ditë nëse ata kërkojnë prekun edhe malet. Bicikletës e çdo shkodran, kena mësu të vogël. Prej prindve gjithmonë kena marrë bicikletat, kena urzu ka 5-6 herë, mëse mrapa gjithmonë kena mësu. Gjithmonë bashkë me shokët e shoqë mbledheshim me arshin bicikletat edhe pse nuk e dishim, por te pjesa poshtë me bicikletë. Jam i lanë kamcave, e kena përdorur gjithmonë si karrocë. Ose me kalimin e kohës, si çdo fëmijë edhe mëson, por gjithmonë të ra shumë shpesh. Gjithmonë prind kanë pas bicikleta, kurse tash në momentin që flasim, jena 4 pjesëtarë, kena 6 bicikleta. Jo vetëm familjet teme, por çdo familje shkodrane është vash. Është gjithmonë Shkodra njihet një qytetar, një bicikletë, por faktikisht ka edhe më tepër. Në qarkullim mund të jetë pak exagjeru, pak të 10% bicikleta me popullsinë raport. Nuk di me e bu një numër saktë, por Shkodra dhe ata që kanë makina në shtëpi, në Shkodra ka mundësinë, ka edhe reljevin fushor që lëviz gjithmonë me bicikleta. Nisën tonë e kena qytë udhëto me bicikletë, me rikthyer traditën e bicikletës, por me udhëtu me bicikletë. Gjithmonë parë tonë edhe ne kur kena qenë vegjël, kur shkoshim gjithmonë në plazh, kena shku me bicikletë. Ashtu ka kanë mundësia, pra afër liçenit ose afër lumit. Kena dashur me rikthy traditën edhe kena qytë këtë nisën udhëto me bicikletë dhe as përfshi çdo njeri. Çdo ditë dile një pikë caktuar, mbledhena, bëjmë në thirrjen tonë, në pikat e të ndryshme që ka Shkodra, që i ka shumë bukura. Shkojmë, 80 deri 120 persona, dhe marrim ushqimin e veti, bëjmë piknik atje, bëjmë pastrime, bëjmë fest, natyrë. Pra është rikthyer dhe kjo tradita e bicikletës. Por rinia është rikthyer bicikletës, kjo është diçka shumë e rëndësishme. Them që është në rritje, tash i shef një trendi tjetër që të rritë sa po kërkojnë të kenë bicikleta më të shtrenjta, bicikleta që kushtojnë, bicikleta që janë të forta qoftë për fushë, qoftë për mal. Edhe them që bicikleta gjithmonë do mbetet pjesë e kësaj trashëgimie në Shkodër, pjesë e shpirtit sportiv, pjesë e të dashur për të qenë i lirë, për të qenë sa më afër natyrës. Mendoj që kjo traditë ka me vazhdu. Shpresoj që kam ecë në Itali, unë gjithmonë kam dhënë bicikletën, sepse bicikletën e dëshiroj me tamam. Tham që edhe në të ardhmen, jo vetëm vetë, por ata në Shkodran kanë më rikthy sa më tepër bicikletë, jam shumë i sigurt, sepse jo vetëm nismat tona që bëjmë pa bicikleta është një mjet shumë përveç që është ekologjik, është edhe shumë i shnetshëm. E kjo është e mira e bicikletës. Në të ardhmen, mendoj që edhe me ndërgjegjësimin edhe me sensibilizimin e tyre nisave, tham që prap kam një nëjë pësoj të rrisë bicikletës. Shkodran që se dim bicikletën, veç në një që s'ka jetu në Shkodër. Edhe që nuk e din ka turp me thanë që nuk di me njës bicikletën. Unë nuk një asnjë shkodran që nuk di në dhe asnjë shkodran që s'din me dhanë bicikletës. Është